Piktori vlonjat Rahmi Veli Dervisha i cili ekspozitën e dytë personale, 40 peizazhe nga Vlora, janë shpelosur për publikun vlonjat në sallën e Galerisë së Arteve në Pallatin e Kulturës Llabëria. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës, Angela Kaplani, në fjalën e saj, shprehu emocionet që për herë të dytë Rahmi Veli Dervisha i është pjesë e Galerisë së Arteve, duke sjellë aty talentin e tij në pikturë. Është kënaqësi e jashtëzakonshme për mua dhe për gjithë stafin e Qendrës së Kulturës që për të dytën herë radhës dhe shumë afër me njëra tjetrën kemi Rahmiun prezent me pikturat e veta. Faleminderit Rahmi, faleminderit që për një kohë kaq të shkurtër arritet të bësh prap 40 peizazhe në qytetin e Vlorës. Për vetë piktorin vlonjat Rahmi Dervisha, i piktura ka qenë një talent i tij i fshehur qysh në fëmijëri, por sipas Dervishait, koha erdhi që këtë talent ta kultivojë e ta shpalos për publikun vlonjat. Dervisha i thotë se pikturat janë peizazhe nga Vlora që shprehin dashurinë për qytetin. Një falënderim ka edhe për ata që e kanë mbështetur. Unë nga që kam dëshirat që nuk i kam kryer dikur në këtë art, tani e punoj me shumë pasion dhe nuk ngopem se punori. Në 2019 i thash një piktori, kam dëshirë dhe unë, kam pas talent dikur i thash. Më tha mua, më tërgoj një piktur, më tha. Ti e talent, Rami më tha mua. Ti tha duhet punosh, po punove ti do bëç arritje. Dhe ky është Edi Kojani, që më ka marrë mbrapa mua në çdo event, në çdo i kam shumë detyrim moral. Ardashësit vlonjat të cilët e kanë parë nga afër këtë ekspozit vlerësuan talentin e piktorit. Për ta Rahmi Dervisha nuk është thjesht një piktor i talentuar, por edhe shumë punëtor që e do artin me shpirt. 40 peizazhe të realizuara në një kohë të shkurtër janë pasqyrë e punës së tij të palodhur. Vlora është një qytet i bukur me të gjitha ngjyrat që i ka falë Zoti, natyra, dielli, deti, mali. Në këtë akademinë e madhe të pikturës ndërkombëtare të Vlorës u fut edhe Rahmi Dervishaj. Jemi me fat ne të shoqatës Llabëria që kemi futur në gjirin ton me një certifikat nderimi edhe piktorin Rahmi Dervishi. Rahmiu është një personazh mjaft i njohur tashmë në qytetin ton për të veçantën e tij të jashtëzakonshme që nga një profesion prej vitesh shofer, shkëndia e tij, talenti i tij i hershëm në kohën e rinisë nuk ishte fikur. Dhe ai diti në këto momente tashti ta ngjall atë dhe të punoj të bëj madje 5 ekspozita personale. Është nder për neve që marrim pjesë në këtë eveniment. Vlora e ka me nder, dhe piktor dhe shofer. Urimet më të shkëlqyera Rahmi Dervishi. Nga grupi polifonik Djem të Vlorës 46 vjet. Kjo është ekspozita e dytë që piktori vlonjat Rahmi Veli Dervisha i çel në sallën e Galerisë së Arteve. Disa muaj më parë, një tjetër ekspozit me piktura pati shumë sukses e u ndoq nga afër nga 10 qytetarë të Vlorës që e duan artin e pikturës.